Një ekip bashkon shpesh dy shok, një skuadër bën bashk dy lojtar fantastik dhe cilësor mbi të gjitha, por ku ka më bukur se sa dy shok të jenë pjesë e një ekipi, por mbi të gjitha të jenë pjesë edhe një gjaku. Tirana ka fatin që të ketë dy nga fanellat kryesorëve të lojtarëve titullar me të njëjtin mbiemër. E di që u bët kurioz, por unë kam pak të vështirë t'i prezantoja të dy, sepse më duket vetja shumë e vogël para dy gjigantëve të Tiranës, Kristi dhe Ledio. Mirë se erdhe, Krist. Kënaqësia imja, shumë faleminderit që e pranuat ftesën. Faleminderit juve, me shumë kënaqësi. Është hera parë pothuajse dilni një intervistë dy bashk? Le të themi kaq të bukur po. Më bëhet shumë qefi. Mirë, jam shumë e lumtur që kam dy vëllezër sot të talentuar këtu. Dhe doja të dija se sa e ngushtë është marrëdhënia juaj. Tani t'ja lë fjalën vëllait me qenë se unë kam më shumë kohë televiziv. Po, lërë. Marrëdhënia jonë ka nisur shumë vite më parë, kur unë kam nisur voleybollin, le të flasim gati 20 vjet më parë, duke qenë se babai ka qenë i apasionuar vetë me sportin, gjithmonë ka qenë ajo shtysa e prindërve që të merren me një sport, të merren me diçka që të mbushin ditën, dhe kështu jam regjistruar që në fillore në ekipet zinxhir të voleybollit të Tiranës, ndërkohë që kaluan disa vite, vllai i vogël nuk ishte më i vogël, filloi të rritej dhe e pan komunitetin, erdhi pas tërvitjen, e pa që ambienti ishte shumë i dashur, voleybolli është sport shumë fisnik, edhe vendosi që me dëshirën e tij që të regjistrohet ke radhët e klubit të rinjve të Tiranës, dhe kështu rrugtimi jon nisi që atëherë dhe deri më sot nuk është ndërprer për gjatë gjithë këtyre viteve kemi qenë bashkë. Se Ledi e bën të thjeshtë edhe të bukur pak, por nuk është kaq e thjeshtë, se unë kam pasur qef futbollin fillimisht kur isha i vogël normalisht. Edhe nga Pse u shkëputa futbollit? Unë faktikisht nuk ju futa kurrë futbollit, sepse babai, siç e tha edhe Ledio, kishte dëshirë gjithmonë që të merreshim dhe të aktivizoheshim sporte me dorë. Unë kisha dëshirë futbollin, nuk më linin edhe për kushtet e vështira që është futbolli këtu që e dim të gjithë, edhe pastaj mendova njërë basketbollin, pastaj thash, ok, me qenë se është Ledio në volejboll, hajde të shkojmë bashkë që edhe të bëjmë rrugën, edhe të kthehemi, edhe kur familja të vinte mos ndaj, për shembull një fundjavë njëri ke basketbolli, një ke volejbolli, po të mbaronte punën dhe të shifte bashkë të dy në një ndër. Një arsye shumë e fortë që babi nuk e ka lejuar të bënte futbollin, duke qenë se ai është doktor edhe gjithë jetën me këto traumat sportive, futbolli ka pas gjithmonë më të rënda se volejbolli, dhe kjo ka qenë frika kryesore e tij, gjëja e dëmtimeve, më saktë. Kam pasur edhe një traumë, se nga qefi i madh për të luajtur futboll, shkoja luaja me mosha më të mëdha edhe më pëlqente të bëja portierin. Edhe kam thyer faktikisht dorën e majt në stërvitje e sipër për qef që dilja për të luajtur, edhe që atëherë u bë dhe pak traumatike kjo pjesa e futbollit, po shqyr Zotit e kalova mirë këtë dëmtimin, edhe ja ku jam sot me volejbollin, shumë i lumtur. Titular. Më bëhet shumë qefi. Unë doja të dija se sa e ngushtë është kjo marrëdhënia mes vëllezërve. Jeni të dy volejbolist, Kristi ka një profesion tjetër që vazhdon media, por se sa e bukur është kjo marrëdhënia mes vëllezërve të luani në të njëjtin skuadër, megjithatë siç është edhe Tirana. Që unë jam i lumtur që jemi në një skuadër, se për hir të vërtetës do ishte shumë e vështirë që të kishim këtë marrëdhënie nëse s'do ishim në një skuadër, se Ledio ka profesionin e vet, unë kam profesionin tim që na mban të angazhuar për gjatë gjithë ditës, edhe e vërteta është që kur vjen ora e stërvitjes është dhe koha që shihemi bashkë, se është e vështirë se cili ndjek angazhimet e veta, por që u bën, e tha dhe Ledio, u bën tani gati rreth 9 vjet, 8 apo 9 vjet që ne jemi bashkë, që nga ekipet e moshave, shkon më shumë vite nëse marrim edhe moshat, po të paktën këtë të rriturit, 8 apo 9 vjet, që luajmë domosdoshmërisht, bëjmë rrugën bashkë, stërvitemi bashkë, kthehemi bashkë, edhe këtu është dhe koha ku edhe ndonjë gjë që kemi për të diskutuar, në një hall, në një problem, gjitha këtu do t'i diskutojmë. Mirë, Krist, sa e vështirë është për ty dhe si ja del ti të bësh dy gjëra një kohë, si po thuaj pak të ndryshme.
Shiko, është e vështirë, normalisht, se dita aq është orë ka, edhe kur bën dhe sport, normalisht që duhet sakrifikosh pak. Në momentin që do ndjekësh dhe shkollën, është akoma dhe më e vështirë. Bukura e pjesës time është që unë mbarova gazetarin dhe u fokusova ke gazetaria sportive fillimisht. Edhe duke qenë se gazetari sportive edhe volejbolist këto shkonin shumë mirë me njëra tjetrën. Pra, kur kisha ndeshje, angazhoja dhe televizionin që të shkonte, të xhironte, të ndiqte aktivitetet, ndërkohë që e kundërta kur isha në televizion përpiqesha që ta pasqyroja dhe vetë sa më shumë sportin, domethënë t'i jepja sa më shumë hapësirë. Sidomos volejbollit. Sidomos volejbollit, sigurisht. Sepse e vërteta është dhe të gjithë e dinë shumë mirë që është sport që nuk pasqyrohet aq dhe nuk ka shumë informacion. Njerëzit kanë përshtypjen që kanë nevojë të marrin dhe të mësojnë më shumë nga lërat me dorë. Sa është tifozëria e Tiranës? Do të thonë, vini ju ndjeki në Nëse krahasojmë me shumë vite përpara, nuk jemi tek ato nivele ku ziheshin tifozët për një bilet, po tani vitet e fundit klubi ka patur një rritje edhe të shikueshmërisë, sepse po ta shihni edhe investimet që janë bërë edhe në këtë palestër, po edhe në sektor të tjerë, është bërë e mundur që të rriqet pak edhe vëmendja e sportdashësve, se në momentin që vjen dhe faza finale, që bëjmë këto ndeshjet finale, ekipet pasurohen me lojtarët tuaj, sadopak shkakton një tërheqje vëmendje edhe dashamirësit e lojrave me dorë nuk janë të pakët në Shqipëri, thjesht nuk kanë informacionin e mjaftueshëm. Mirë, Kristi nuk mora së folur, se ka E ka të vetën këtë gjë. Dua të më tregosh se sa e ngushtë është marrëdhënia jote me Kristin, duke qenë se je edhe pak më i madh se sa Kristi, sa e këshillon ti atë, cilat janë këshillat që Ledio i jep vllajt? Unë kryesisht me Kristin nuk ndaj shumë orë të përbashkëta gjatë ditës, kështu që i vetmi moment që ne kapemi të dy bashkë në një orar të përbashkët është vetëm orari stërvitor ose ndonjëherë dhe palestra. Kryesisht unë kam dashur ta mbaj gjithmonë afër vllajin, duke qenë se më i vogël, unë vetë kam pas lojtar më të rritur në ekip që më kanë afruar, por që kam dashur gjithmonë që të jetë në një moshë me mua dhe në një moshë me çunat e tjerë dhe ai ja del më së miri. Për këtë pjesën kam qenë me fat. Shumë e vërtet. Se kam pasur vllajin, ka qenë grupi që kanë qenë çunat më të mëdhenj moshë dhe normalisht kur je i vogël dhe vjen i bashkohesh ekipit, ke këtë dëshirën që të ndihesh si kur je i familjes, dhe mua ma bën shumë thjeshtë dhe jam shumë mirënjohës, jo vetëm vllajt, po edhe grupit të çunave. Plus që komuniteti i volejbollit është një komunitet shumë i pasur me djemë të mirë, të edukuar, të kulturuar, të qytetëruar, të gjithë të shkolluar dhe e bën më të lehtë përqafimin e Kristit. Super. Cila është këshilla që i jep ti Kristit? Unë Kristit... Kur ikim për stërvi. Kjo është e para. Kristi ka një problem me orarin, që paktën me mua, se duke thënë që vllai, hajde dhe se vllai pret, po besoj që në punë dhe kështu është super korrekt, po duke qenë se unë jam ai që... Si është media, del... Këto doja të thoja edhe unë. Ndoshta nuk na kuptojnë shumë mirë. Nuk ka faj. Të kuptoj se unë bëj dy punë. Për të arritur sukseset edhe për të arritur majat edhe për të bërë lojtar titularit cilësor si që jeni ju të dy, sa e vështirë ka qenë për të arritur deri këtu? Unë kam, mua dëmtimet për fat keq më kanë penalizuar shumë herë. Jo këmbët, jo duart, jo tendina, janë dëmtime që i njeh sportin në të gjitha sportet. Gjithë vëmendja duhet i kushtohet dhe gjithë vullneti është se çfarë ndodh post traumave. Këtu është gjithë lufta që bën ti për sportin. Se shumë dëmtohen, thyen një këmbë, bën një vit pauzë, thonë nuk ja vlen ta rifillosh, ajo periudha e rikuperimit, ajo është do 10 fish punë që të arrish në nivelin e duhur. Unë personalisht jam dëmtuar disa herë, po gjithmonë kam gjetur vullnetin dhe dëshirën për të qenë pjesë e parketit. Unë vite me radhë nuk e di, domethënë, se sa herë kur kam qenë i dëmtuar,
dilja nga pallati i sportit, qoftë Faria Hoti, qoftë Fetiu Von, po te Kaslan Rusi, dilja me lot në sy, kur nuk arrija dot, kur kam qenë i dëmtuar dhe nuk arrija dot nivelin që kërkonte ekipi. Dhe kjo lloj egoje, të paktën mua më ka bërë që dal edhe në 7 mëngjesit për vrap çdo ditë apo qoftë edhe në palestër, thjesht për të rikuperuar orët e humbura. Por që është shumë e vështirë, domethënë, të përshtatesh me nivelin që kërkon ekipi profesionist. Po për ty Kris, sa e vështirë ka qenë për të arritur deri? Tani që po dëgjoja pyetjen, mbaj mend që kur kam qenë i vogël, le të themi këtu e 12, 13 vjet para, 14 kur kam nisë dhe sportin, vija ulesha te këto shkallët e Faria Hotit edhe shija ekipet që bënin stërvitje apo edhe ndeshjet e ekipeve të para atëherë dhe dukej si e pamundur që të mbrije një ditë në këtë nivel. Pra, bisedoni mes shokësh kur kemi qenë të vegjël dhe thonin si ka mundësi X lojtar apo tjetri që është sa të mirë janë, sa bukur luajnë. Po e vërteta është që asgjë nuk është e paarritshme dhe jo për klishe që thuhet zakonisht që ndi qendrat, bëj realitet, po të punosh të hapen dyert, të hapen mundësit edhe mjafton vetëm të kesh vullnet, vetëm mos të heqësh dorë nga ajo gjëja që do edhe arrihet. Ka ikur vitet aq shpejt sa nuk e merr dot me mend. Pra e kthen kokën mbrapa thua kur ishim aq edhe kur u bëm kaq. Edhe jam i lumtur që të paktën kam pasur gjatë gjithë kohës shoqëri të mirë, se shumë e rëndësishme, ekipe shumë të mira, qytetare në radh parë, edhe që me punë shumë edhe me stërvitje shumë serioze kemi arritur këtu ku jemi, fal Zotit edhe kampion më së fundi vitin e kaluar që e sollëm titullin pas gati 30 vjetësh tek Tirana. Siç e thatë dhe ju kampion vitin e kaluar, në fakt vitin e kaluar Tirana ka fituar çdo kupë të mundshme. Si jeni ndjer dhe për më tepër ju jeni 2 lojtarë kryesor titullar tek Tirana. Viti i kaluar normalisht është vit që jo vetëm unë, po besoj që askush nga skuadra nuk do të harroj ata që ishin pjesë e ekipit vitit kaluar. Fituam, sikurse e the edhe ti, të gjitha trofet, nuk është se ishim të bindur që në fillim që do t'i fitonim, ama i kishim vënë qëllim vetes sepse bëm disa ndryshime që në stafin drejtues, më pas afruam edhe disa lojtarë cilësor, u përforcuam edhe me lojtarët huaj në fund të kampionatit, edhe të gjitha këto bashk, mbi të gjitha me dëshirën e madhe për ta kthyer Tiranën tek titulli. Bëm të mundur të shpalleshim kampion që ishte titulli më i rëndësishëm, pastaj fituam edhe Kupën e Shqipërisë që na dha biletën për të luajtur edhe në Kupat e Europës, më pas edhe kompeticionet e tjera, Ligën Gjergj Kastrioti, Kupën Pavarësia apo edhe Kupën e Federatës. Do thoja që ishte vit perfekt, pra çdo gjë e kryer në mënyrën më të mirë të mundshme dhe shpresojmë shumë që të arrijmë të përsërisim edhe këtë vit njëjtat suksese, kryesisht kampionatin që është gjë më e rëndësishme, por edhe Kupën e Shqipërisë. Edhe këtë vit e kemi startuar, le të themi, mirë mbar sezonin sepse kemi fituar Kupën e Federatës, por jemi në sprintin final tani nga periudha e janarit dhe deri në prill, edhe uroj shumë që do të kemi formë të mirë edhe do të përsërisim të njëjtin sukses. Shpresojmë. Ledio, duke qenë se jeni një ekip me vllajin, nëse do të vinte një ofertë nga një skuadër më e mirë ose edhe jashtë, do pranonte Ledio? Mua kryesisht ndër vite nuk më kanë ardhur oferta edhe nga jashtë, por duke qenë se unë gjithmonë edhe po të më pyesesh edhe për jetën time të përditshme jashtë sportit, po të më thonë ik jashtë ose merro me diçka jashtë, nuk e kam pas ndonjëherë në nevojë apo në dëshirë, nuk di se ç'a emri t'i vë, të udhtoj dhe të shkoj të punoj diku tjetër. Gjithmonë kam dashur që të kontriboj në mjediset sportive ku jam rritur, pse jo të lë një emër të mirë dhe të stimuloj sadopak të rinj që afrohen vite për vit nga ekipet zinxhir tek ekipet profesioniste, dhe duke qenë se jam në vorvullën e ekipeve shqiptare, se kryesisht kur mbaron sezoni, fillojnë oferta, fillojnë këto, unë gjithmonë i them drejtuesve të ekipit që më bëjnë ofertën që unë kam edhe vllajin. Kështu që gjithmonë vim paket sepse
ndihemi shumë komod dhe me njëri tjetrin, po edhe të rreqim shumë njërin tjetrin. Jo, e drejt nuk është, po është çik çështje morali më shumë. Megjithatë, të them të drejtën, ne jemi dhe periudhë merkatoje tani, po komoditetin dhe kushtet që kemi gjetur ke Tirana, të them drejtën, dhe kjo edhe për merit të drejtoreshës Debora Keçi, që ka bërë punë të shkëlqyer gjatë këtyre viteve që ka qenë në drejtim të klubit, na ka bërë shumë të lehtë dhe shumë të vështirë në të njëjtën kohë për të shkëputur nga Tirana, që do të thotë që kemi gjetur grup të mirë, kemi pasur kushte të mira, standarde të mira, edhe në fundit pse të largohesh nga Tirana. Okej, do të thënë çunat e kemi gjatë Tirana, vazhdojnë. Urojmë dhe shpresojmë. Kleti, duke qenë se ke akoma dhe më shumë vite që je pjesë e kësaj rjete, e kësaj fushe, si janë kushtet e sportit në Shqipëri, kryesisht të voleybollit, me qenë se jemi këtu sot? Kushtet unë kam nisur... Si kanë evoluar vit pas viti edhe sa kanë ndryshuar? Unë kam nisur, po flas për, unë jam 30 këtë vit, kështu që po flas për 20 vitet e fundit, që se unë në moshën 10 vjeçare kam nisur sportin, dhe mbaj mend kur kam nisur sportin me ndeshjet e para të rinjve dhe të rinjve, unë kam kapur fushat e zeza në Fushkruj, kur bënim ndeshjet e kampionatit, luanim në natyrë, në fusha Qymyri, domethënë nga qenë mes jetë. Ndër vite, unë e mbaj mend shumë mirë Faria Hotin, ndër vite ka pasur ngacmime të vogla, por jo sa ky 3 vjeçar i fundit. Ky 3 vjeçar ka ndryshuar shumë gjëra këtë Tirana, duke filluar që nga organika, nga struktura, kemi një palestër shumë komode dhe moderne brenda ambienteve të klubit, kështu që nuk është nevoja të nxitojmë nga palestra në stërvitje, dhe dua të them që gjithë ky rreth që ka punuar kaq ngushtë për klubin e Tiranës i ka nxjerr frytet e veta. Mirë, Kris, po ti si e shikon këtë evolimin e sportit në Shqipëri? Duke qenë se je edhe në profesionin e gazetarit, një sy kritik? Patjetër. Ajo që tha Ledi është e vërtet, që në momentet që kemi filluar sportit, kushtet nuk kanë qenë as pak të mira, le të themi. Kemi vuajtur, absolutisht unë e them me bindje, sa i përket infrastrukturave, në momentet që kemi pasur për të udhëtuar, financat që është gjë më e rëndësishme kanë munguar, dhe këtë nuk kemi pse e mohojmë, kanë munguar prej shumë kohësh, edhe është ajo që tha Ledio, është bërë një 2-3 vjeçar i fundit që është rikthyer pak vëmendja tek sporti, konkretisht unë flas për klubin e Tiranës, se nuk mund të marr përgjegjësi dhe të flas për klubet e tjera, por te klubi jon ka pasur ndryshime dhe janë të dukshme. Mjafton ta them edhe në një formë tjetër, të futesh edhe në rrjetet sociale të shohësh, është një faqe model që pasqyron gjitha të dhënat, informacionet, çdo gjë që ndodh në klub. Pra janë këto detajet e vogla ndonjëherë që tregojnë edhe bëjnë diferencën. Pastaj në infrastrukturë është e qartë, mund të dallohet fare mirë, që kemi një palestër shumë me kushte bashkëkohore, financat sigurisht janë përmirësuar, kemi mbështetje edhe nga lojtarë të huaj, gjë që tek Tirana konkretisht ka munguar prej vitesh. Pra nëse le të themi ekipet e tjera janë shpallur kampion në volebollin e meshkujve, kanë pasur kundrejt Tiranës gjithmonë edhe një avantazh tek pjesa financiare. Tirana nuk i ka patur gjithmonë mundësitë për të ndërhyrë në merkato dhe për të bërë blerje cilësore. Dhe vitet e fundit kjo gjë është realizuar dhe si pasojë e saj ka qenë një ndihmës e madhe dhe tek rezultatet që kemi arritur. E kuptoj. Po vlerësohen këto ish lojtarë që kanë dhënë pafund për volebollin shqiptar, por vazhdojnë karrierën e tyre jashtë. Syt kthehen nga shteti. Shteti duhet bëj shumë më shumë për këto figura që japin kontribut, se nuk duhet harrojmë që janë gjithë ato vite të djersë të hedhura këtu për skuadrat kombëtare, për ekipet kombëtare, për shtetin shqiptar në fundit, dhe që kjo gjë të vazhdoj dhe që të ketë edhe një stimul, edhe ai i riu apo ajo e reja që vjen dhe nis këto aventure, duhet që shteti të kujdeset më shumë, t'i ketë më shumë parasyve, dhe pse jo të kujdeset edhe pse jo për pensione të mira në momentin që përfundojnë ose varin atletet në gosht. Si që the edhe ti, keni luajtur dhe me kombëtarë, jeni pjesë edhe kombëtares. Si është përfaqësosh një kombë në një sport si voleybolli?
Është bukur, është shumë bukur. Do të thënë ta shohësh i vogël nga ekrani përfaqësimin nëpër ekipet kombëtare dhe kur vjen puna pastaj që duhet rreshtohesh edhe të kthesh syt nga flamuri kuqezi edhe të këndosh himnin është vërtet gjë që të rënqet mishin sa herë. Nuk ka rëndësi ndeshja, nuk ka rëndësi apo luan me ekipe të dobta apo të forta, sa herë që këndohet himni është emocion i veçantë. Edhe sigurisht që të përfaqësosh vendin tënd, të paktën për një sportist shqiptar, mund të them që është arritja më e madhe, nuk e ku shkon më lart se kaq. Të përfaqësosh, të luash për ekipin kombëtar, të fitosh me ekipin kombëtar. Për mua kanë qenë të gjitha ndeshjet dhe të gjitha aktivitetet që kemi zhvilluar me ekipin kuqezi shumë të bukura, eksperjenca shumë të veçanta që më kanë ndihmuar personalisht edhe për të rritur nivelin, sepse kur luan me ekipet huaja, me skuadra shumë të forta, sigurisht edhe ti përmirësohesh, merr eksperiencë, por që është me të vërtet nder dhe kënaqësi dhe lum ata që e kanë veshur fanellën e Shqipërisë. Mirë, po për ty Kris, si është që ti je pjesë e kombëtares dhe përfaqësosh një këmbë? Kombëtarja ka diçka që kur rreshtohesh para parketit dhe i ke syt tek flamuri shqiptar, është një tjetër emocion që harron gjithë dhimbjen e trupit të stërvitjes, harron çdo gjë, është një emocion që duhet provuar të paktën nga gjithë lojtarët që pretendojnë të jenë në elitën e Shqipërisë. Fjosana Ledio thotë regjimi, ushqimi, po bësh stërvitje kur të gjithë shkojnë në plazh në verë është shumë e vështirë. Jo është të mëshme gjatë gjithë vitit. Sepse ke gjithë vitin që pret ato pushime dhe ti duhet të angazhohesh me ekipin kombëtar, kështu që sakrifica bëhet akoma dhe më e madhe, edhe prandaj edhe kur arrin të shpërblehesh me fitore, pastaj shijon akoma edhe më shumë. Shumë e vërtet, kjo sporti t'i dhuron të gjitha emocionet. Ne kemi pafund për të folur me dy çunat, por mua më duket vetja shumë e vogël këtu mes jush, edhe do t'jekim një lojë. Tani nuk do t'jemi kaq serioz, do t'i ngacmojmë dhe pak çunat, kështu që na ndiqni. Këtu dhe si që shikoni, Kristi është në rehatin e vetë me kufje dhe do thoni ju pse kufje me muzikë, është në botën e ti tani, por tani do zhvillojmë një lojë se sa e njohin vëllezërit njëri tjetrin. Unë pak më parë ja tregova Kristi çfarë loje dhe ai vazhdoi të vendoste muzikën që tani e vazhdoi lojën. Dhe pyetjen e parë do ta vazhdoj me Ledion. Ledio, sa e njeh ti Kristin? Nëse Kristi nuk do ishte në profesionin e gazetarit, edhe nëse nuk do praktikonte sportin, çfarë mund të ishte tjetër vllai, nëse ta ka shprehur ndonjë dëshirë? Shumë e vështirë për ta menduar, por besoj mund të ishte ndonjë aktor. Aktor. Pse mendon aktor? Po sepse dita aktroj shumë mirë, është dramaxhi i madh. Ai është me kufi përfiton, ti thoja gjithë. Kështu të paktën këtë mendim kam. Okej, ja. Kristi, Ishi kufjet. Ti ishtën? Edhe pak se mbaroj. okej. Ishte këngë shumë e bukur. Mirë, ne të sham pak se përfituam nga rasti. Krist, pyetja ishte se çfarë do t'ishe ti nëse nuk do t'ishe gazetar dhe nëse nuk do të praktikoje sportin. Kjo është shumë e vështirë. I bie mos isha as sportist as gazetar. Eksakt. Çfarë dëshire do të kishe ti tjetër? Po të them të drejtën, ndoshta unë para se të zgjidha gazetarin, fillimisht kam menduar për të vazhduar diçka tek menaxhimi i biznesit, që ma merr mendja as që e ka gjetur fare. Irash bingon. A thu? Okej, super. Do të shohësh ti këtë Do shohësh intervistë. pastaj. Jo, Okej, ke menaxhimi mirë. ose ke marrëdhëniet Që me ka publikun, thuar diçka që e kjo tillë. profesioni që bën ti. Kështu që mirë, okej. Kështu që ti Jo, gjetet- ti s'ke më po. Vendosja Ledio. Bëri të njëjtën kënd. Kriste, njëjta pyetje edhe për ty. Tani, Ledio duke qenë se i vogël ka pasur dorë shumë për pikturë, për të mos thënë piktor, mund të ishte bërë një arkitekt i mirë. Arkitekt. Po,
Ti mendon se do Nuk po ishte shkoj bërë? deri tek inxhinieria, po tek arkitektura ndoshta mund të ishte bërë. Okej. Këtë dëshiron ti apo këtë mendon? Jo, këtë mendoj nisur nga fakti Okej, dhe që këtë dëshiron ti me që bëm pyetjen kështu të parë? po pse jo të mos bëj mjek? Vllai është ka zemër shumë të fortë, i shet gjitha edhe këto operacionet, gjërat, nuk është fare i ndjeshëm te kjo pjesa. Po. Në kirurg zemre do ishte. Mirë, një gjë kështu që të pa thënë nga Ledio të nxjerrim pak të cetat me që është me kufje. Të pa thënë nga Ledio. Si është Ledio? Po më vinë vetëm të mira tani për Ledio, nuk e di. Ledio çau ti po kështu që. Ciao. E shef, unë jam vllai i mirë se nuk po e shaj tani. Okej, vazhdojmë me pyetjen tjetër. Ledio heqë kufjet? Okej. Po kënaqja me Duhet i marrëm prapë duhet kufjet tani. Knaqja, po dorëm se e mban para ti që mos Kam gjoj. frikë që mos ashtu. Mos lexoj buzët. Mos i ke bërë stop këtu ke veshi me touch. Mirë, vazhdojmë me pyetjen tjetër. Ti mbajmë këto kufjet. Ta ndryshon muzikën apo të manta? Më ritëm. Më ritëm. Diçka që Kristi ka bërë kur ka qenë i vogël dhe prindërit nuk e din. Do e marrim vesh tani. Kristi, që ta dini, Kristi ka qenë njeriu më i urtë në botë, i vogël. Domethënë çdo gjë që bënte e dinte edhe mami dhe babi. Ka qenë shumë korrekt në shtëpi, asnjëherë s'ka mbajtur të fshehur. Ka ai vllai i vogël gjithmonë dhe gjithmonë ka qenë pak më i llastuar, po diçka që Kristi mund të ketë bërë fshehur as i vogël çfarë moshe flasim i vogël? I vogël deri te 8 Mi. vjeç, edhe fëmijë. Nuk besoj se Kristi ka rreziku shumë. Do të Kristi nuk ishte i ndonjë prapë në gjë. shkollë, fare. Ja, kështu ka qenë Okej, i urtë. i urtë, korrekt, gjitha. Po diçka që mund ta ketë bërë, që unë mendoj, se mbase as mua s'ma ka thënë, po mund të ketë shkuar diku pa leje, mund të ketë shkuar në një qytet apo Këtë po ja mençon ti, jo se e ka bërë. Po. Ja mençoj sepse nuk e besoj që ka rrezikuar ndonjëherë me këtë pjesë. Ai që ka pas më shumë adrenalin kam qenë unë. Okej, në rregull. Mund t'i heqësh. Okej. Mund t'i vendosësh ti tani? Si Mos e bëjmë ndërprer. pyetjen? Kris, diçka që ka bërë Ledio kur qenë i vogël dhe se kanë marrë vesh prindërit, do të thënë që kanë mbetur sekret vetëm mes jush. Ledio faktikisht ka pasur një aksident me motor, po që prindrit e kanë marrë vesh sigurisht. Edhe Qa moshe? një arsyet që në moshën mos gaboj diku ke 15 vjeçare, po gjithsesi e penalizoi sadopak tek. Prindët e morën vesh më vonë këtë apo? Prindërit e morën vesh pak më vonë, ishte pashmangshme që do ta merrnin vesh, po do doja shumë, se domethënë nga që sa ishte filluar edhe sporti atëherë, sa po Ledio ishte madje në momentet më të mira të karrierës, ishte sa do kalonte nga ekipi i rinjve tek ekipi i parë, edhe ajo ishte si një kolpo që ishte gati e papërtypshme nga familja, fatkeqësi sigurisht, po këto e kanë marrë vesh, unë e përcolla në formën sikur do doja që të mos ta merrnin vesh kurrë edhe mos të. Po se di që Ledio është i mbarë kështu, nuk Është i mbarë. është i mbarë. Do të thënë nuk ka bërë nga këto, nuk ka qenë harakat në shkollë? Jo. Po tani orët e mësimit kam përshtypjen që i ka lënë Ledio në gjimnaz. Dhe jo për kështu, po kam përshtypjen që duhet luante volejboll në shkollë edhe justifikohej me këtë ta them me bindje që s'ja kanë iden familja, që orët e mësimit i linte edhe luante volejboll me shkollën. Duke se mbarë muzika, Gjorgë? Minxori jo, më duket se Minxori gjitha se ai shumë foli. Jo, do të nxjerrin vetëm këtë dytën, të parën do ta heqim. Do të them unë një gjë. E ke bërë ndonjëherë që tikësh ndonjë udhëtim ose domethënë tikësh jashtë Tirane pa që se din prindërit ku ke qenë i vogël? Që ke lëvizur? I ke bërë këto? Jashtë Tirane jo, po brenda Tiranës janë vënuar njëri vogël, dhe i kanë bërë shumë merak. Po jashtë Tirane jo, nuk kam zgjedhur t'i shqetësoj aq shumë. S'pas ka rreziku shumë. Se tha që nuk ka rrezikuar fare. Jo, jashtë Tirane jo, nuk. Okej, vetëm qëndrojmë brenda. Brenda Tiranës. Okej, në rregull.
U shqetësuan, edhe brenda Tiranës. Po normal që po. Po si në shtëpi. Mirë. Edhe pyetja e fundit me kufje dhe pastaj. Okej. Filmi i preferuar i Kristit dhe muzika e preferuar. Muzika e preferuar është e kundërta ime. Unë jam më shumë këtë qetat, Kristi është tek muzika tekno, po kryesisht tekno dëgjon. Po filmi? Filmi i preferuar besoj ka disa, por një që më kujtohet mund tjetë, sa i nuk besoj se ka një film të preferuar, duhet ketë një top list 5 që të paktën. Po të cili zhanër është më shumë? është e këto, kryesisht e këto ikonat e kinematografisë botërore, që janë Schindler's List, Shawshank Redemption, janë filma kryesisht të vjetër dhe që kanë histori. Në rregull. E fundit. Po, okej. Super. Në arruan të kishë marrë një top. Mos më zhgënjete kjo pyetje. Mos më zhgënjete kjo pyetje. Kjo ishte e bukur ajo. Kris, cila është muzika preferuar e Ledios dhe filmi preferuar? Muzika preferuar e Ledios. Ledio i ka pas preferencat pak kështu të ndryshme në periudha të ndryshme kohore. Një farë periudhe ka pas dëgjuar Metallican, domethënë këtë zhanër tek rocku agresiv pak a shumë. Pastaj ka dëgjuar hip-hopin, e ka dëgjuar një periudhë kohë shumë të gjatë dhe së fundi e ka miksuar edhe me pak elektronik. Edhe pak elektronik. Nga pak, shumë pak. Okej, po filmi? Te cili zhanër është ai më shumë? Filmi, pritani. Filmi preferuar i Ledios. Ledio shef shumë filma, të them drejtën, në? Darka është e zëngi shtëpia jonë, se është Ledio duke parë filma, po filmi i preferuar Peaky Blinders. Është i preferuar i Ledios. Mu desh pak që ta... Ti lexova Buzët. E rëndësishme është që e gjeta. Një nga. E rëndësishme është që e gjeta. Një nga. Peaky Blinders. Bravo. E shikon këtu të një mirë. Mirë, Tuna, i mbaruam këto pyetje me kufje, tani është momenti që të dëgjoni dhe përgjigjet e njëri tjetrit, por në disa pyetje tani më personale. Duke qenë se s'keni dhënë asnjë intervistë, ne thamë t'ju bëjmë zborin. Shumë mirë. Duhet mirë. Okej, në rregull. Pak më parë ja bëra këtë pyetje, por duhet që të thellojmë më shumë. Ndani sekrete bashkë, dhe cilat janë sekretet që ndanin? Tani kohët e fundit kemi filluar ndajmë goxha sekrete. Sekrete, ne s'kemi sekrete. Sekrete. Një bisedë. Ale, për shembull. Okej, shiko, përgjigjet Kristi, përgjigjet Kristi. Jo, kemi filluar ndajmë eksperiencat më saktë kohët e fundit, se këtu në sport s'kemi qaj... Jo, këtu jo, po flasim jashtë sportit. Për shembull, në komunikim me një vajzë, i tregon vllajt që kanë folur këto sekrete. Po, tani kohët e fundit po, se na ka rënë të udhtojmë edhe çik më shpesh, edhe kemi filluar... Ne kemi edhe grup shoqëror të përbashkët, kështu që bëhet edhe rrjedhimisht shumë e lehtë për të ndarë gjëra. Mirë. A keni pasur ndonjëherë ju çuna, jeni çuna 2 metra çuna të lezetshëm, po të bukur? Faleminderit. Okej. Keni pasur ndonjë lidhje me një gocë nga showbizi? Ti numërojmë tani. Jo. Nga showbizi. Kemi shumë miq të mirë nga showbizi. Vetëm miq. Mbeten miq apo më shumë se miq? I kemi miq, akoma. Pa tjetër. Unë personalisht ja. Mirë. Kështu. E fundit fare do ta mbyllim, që a jeni zënë ndonjëherë keq me njëri tjetrin? Një herë? Disa herë? Ja, shumë vite më përpara, po tani s'kemi kohë të zjemi. Se vetëm po të zjemi këtu jemi me çunat e ekipit, kështu që nuk ndodh dot, po
Po të kthehemi vite më përpara, ndoshta unë Tani jeni edhe më të rritur, kështu që Po zishim sepse unë i kam marrë Ledios gjithmonë rrobat. Kemi pas edhe një ky është mas debati në çdo trupore. familje, besoj që ka motra edhe lak, kështu që Po tani nuk është se as debatojmë asgjë, unë jam pak më i prerë se unë jam më i prerë se Kristi, kryesisht ai vdes të stërzjatet e zgjatet, të argumentoj deri të nxjerrë unë jam okay, do ta bësh okay. Mirë Çuna, ishte shumë kënaqësi, unë nuk naqash pafund me ju. Kënaqësia ishte jona. Faleminderit që pranuat ftesën dhe ju uroj shumë suksese. Gjithashtu edhe në punën tuaj. Edhe televizionit tuaj që ka nisur këtë rrugtimin e ri media, shumë sukses. Shumë faleminderit.